Askush nuk u jep afat kohë studentëve se kur do të zgjidhet çështja që provimi i jurisprudencës të mund të jepet edhe në gjuhën shqipe, thot Mevlan Ademi nga Nisma Studentore, duke pyetur deputetët se në çfarë forme tjetër do të zgjidhet nëse çështja jo me rezolut. Në takimin tonë të fundit me zotrin Qoku, ai na tha që problemin tonë do zgjidhim me presion politik. Zotri Elezi në deklaratë e tij tha që do zgjidhet me ndryshime ligjore, se janë krijuar grupet e eksperteve, janë krijuar grupet e eksperteve, se edhe para një viti më është thënë që janë krijuar grupet e eksperteve, por atëherë nuk doli që pas kanë qenë të krijuara. Dhe vetmja përgjigje që shohim që e kanë të unifikuar është sa i përket afatit kohor. Askush nuk mund të na japë përgjigje se kur mendojnë se do zgjidhet kjo. Ditë më parë, duke folur në Klik Plus, Afan Elezi nga Vlen tha se çështja e Shqipes në provimin e jurisprudencës nuk mund të zgjidhet përmes rezolutave, por vetëm përmes ndryshimeve ligjore. Ai theksoi se aktualisht po punohet për plotësimin e ligjit për provimin e jurisprudencës, i cili nuk përcakton qartë gjuhën në të cilën duhet të zhvillohet provimi. Unë jam të thënë se ne jemi të vepruar në këtë rast. Jo, ne jemi të punuar ndryshim ligji. Me ligj parashive, do me thonë ligji për provimin e jurisprudencës nuk ka asnjë normë asnjë nen ku parashef se në çfarë gjuhë duhet jepet provimi i jurisprudencës. E tash te e njëjta duhet të bëhet ndryshimi. Grupi parlamentar i Frontit Evropian në emër të studentëve gjatë javës dorëzoi në kuvent rezolutën që synon zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhave në provimin e jurisprudencës. Ajo mban nënshkrimet e të gjithë deputetëve shqiptar të opozitës, ndërsa u bëhet thirrje edhe deputetëve të shumicës dhe të gjitha partive. Rezoluta vën pas se studentët shqiptarë, edhe pse ndjekin dhe përfundojnë studimet në gjuhën shqipe në universitete të akredituara, nuk mund të kryejnë provimin në gjuhën e tyre amtare, çka përbën shkelje të ligjit dhe cënim të parimit kushtetues të barazisë.